Ndryshimet ligjore që kanë hyrë në fuqi këtë të martë për nivelin e zhurmave në zonat bregdetare janë prezantuar në Lezhë nga Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari. Sipas tij, kjo ndërhyrje është e domosdoshme për të garantuar qetësinë e pushuesve që frekuentojnë plazhet gjatë verës. Të gjitha ato bare, restorante, lokale, klube natë, të cilat veprojnë nga ora 8 i darkës deri në 12 të mesnatës, niveli i lejuar i zhurmave është 45 decibel në mjediset publike dhe për fashën orare nga ora 11 e paraditës deri në 8 të darkës do jetë 65 decibel. Ministri theksoi se monitorimi do të jetë i vazhdueshëm dhe paralajmëroi se mund të ketë subjekte që nuk do ta mirëpresin këtë masë, por ajo vjen si një kërkesë e drejtë për drejtë e pushuesve dhe si një standard që duhet të zbatohet. Sigurisht ka mundësi një reagim nga pak subjekte, por ajo çfarë është për ne me shumë interes është qetësia që duan të kenë pushuesit si në frekuentimin e ambienteve ekonomike, pra lokale, dhe mos të bezdisen nga zhurma e madhe e prodhuar nga lokalet ngjitur që prodhojnë muzikë me nivele shumë të larta zhurme, po ashtu edhe kur pushojnë natën. Gjatë vizitës në Lezhë, Lamallari, shoqëruar nga drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënderhita, zhvilloi edhe një takim në bashki. Në fokus të diskutimeve ishte forcimi i mëtejshëm i bashkëpunimit dhe rritja e efikasitetit të institucioneve për të garantuar një sezon të qetë dhe të sigurt për të gjithë pushuesit.